Rozana po tregohet e ligë, stresi rrëfen pro gjestit i kanë bërë padrejtësi në Kosovë po do e fitoj në mes të Tiranës. Stresi i cili që nga fillimi i këtij Big Brother VIP ka qenë në mbështetje të gjestit, ka theksuar disa herë se fitoren e meriton pasi ka luajtur që nga fillimi. Donë sa i të shoj edhe disa drone brenda shtëpisë më të famshme, a i ka bërë edhe një postim të ri së fundmi në rrjetet sociale teksa ka analizuar situatën mes tij dhe banorëve të tjerë, ndër të cilës edhe Rozanës. Tani më që sipas tij po afrohet finalja, teksa ka shkruar tani që është afër finalja, kushdo bas që ziliqarët dhe njerëzit që kanë frikë se mos ju a merr fitoren, fillojnë të ngacmojnë kot, të thonë që ti s'ke shkollë, po të shklidhje ka shkolla në lojë, ti s'ke bërë asgjë, i thot gjestit. Ha, çdo gjë ndodh për një arsye, i bëjnë padrejtësi në Kosovë, fiton në mes të Tiranës. Nëse Bigu është loja atëherë këtë vit më shumë se gjesti s'ka luajtur askush, unë nuk e di se kush mund ta fitoj kur kryefjala ishte Cezari nga Peja. Rozana po mundohet zemër ligë tani në fund. Tani këto javët e fundit dalin nga vetja këto që i thonë të gjithë të zezat e të marrin me të mirë. Rozana qajti për gjestin gjasme kur bëri prank se do të dilte, por në realitet ajo pas ka qajtur për hallet e veta. Prandaj po ju them tani, janë javët ku e nxjerrin fytyrën ato që janë fake në lojë, duan çmimin e parë do mos, po se din që publiku mban mend çdo gjë dhe publiku vendos. Ka qenë postimi i tij teksa e ka mbyllur edhe me surprizën që i bëri gjestit familjen e tij duke shkruar për gjestin. Familja është gjithçka që kemi, gjesti e djalë Flori, duke shpërndarë edhe emojin e medaljes në vendin e parë. Kujtojmë që stresi ka deklaruar se jo vetëm ai, por edhe familjarët e ndjekin Big Brotherin dhe janë fansa të flakë të gjestit, gjë që e bën të luftoj dy fish për fitoren e tij.